Po du me gjyku njerës që dojnë me mbetë që aty. Po nëse i ki njerës në biznes që kanë stagnu dhe s'dojnë me u zhvillu, edhe kompania ka me mbetë që aty. Shtë me qetë i gatë shumë me u adaptu. Qysh mundën shefat, ka njerës që punojnë 20 vjetë në kompani, edhe janë shumë të adaptuar, po në anën tjetër janë edhe të lidhën emocionalisht. Qysh mundën shefat me i zgju pak që ta prej zonës tratis, pa i lëndu në anën tjetër. Që në trajnime përbojmë që atë sen me lojna me aktivitete, ama duhet hap pas hapi si kafe sheqer, zbën me shku njerës. Në fillim vetë këmë bo gabime si fillestar në theta, gjujsha për plasësha ide stafit, për mu ishin të realizush me ata, ju doke si kur space shë, bilim e pa ta bon në ufë, kanë që lulli me ide të tia jashtë toksore. Edhe dikur e nala vetën se gjujsha shumë ide dhe janis në stafit mu djeg, ata kishin entuziasm, stili jemi u dheqës është ma shumë, nashta në aspektin transformational, që ka anët pozitive e negative, po dhëtë me dhonë ndryshimet e vogla, nashta me prezentu një ndryshim shumë të vogël në fillim, edhe me po që shpe përballojnë, kur të bjen me një ide, si të ceo, thu po du me transformu kompaninë me bo që të sen, nuk mund është mu që u ketë për më njëherë. Po një senet vogla ka dole, ja prezenton një ide të vogël, një sen në biznes që mund me ndryshu. Shumë e vogël, ata bojnë, këto në fillim edhe në vështirë, edhe inkurajan, po dhëtë menagjerat me u pregadit, ata që e transmitojnë lojmë, nësë është kompani korporata dhe ka nivellet ndryshme, CEO flet me menagjerat. Edhe menagjerat, sidomos, dhëtë me qenë që ata që jënë që adaptohen. Nëse ata adaptohen, mas në edhe stofi adaptohen. Po dhëtë me qenë pregaditur.